E bre, Mustafa kërkoj me hy, Mustafa MB. Okej, tash vjen. Kështu pra të nderuar miq, është interesante kjo puna dhe falenderoj Alil Kastratin që spaku kur i kam dhënë këtë këshillën që mos m'ia qit fëmijëve spaku fytyrën para objektivit kamerës, ai ka thënë një herë tha, pa t'i dalë në për portale, në për televizion, e tha, ajo Zoja Iqballi të punon që shpunon me fukarate vetë, mirë po unë këtë metode kam, po nuk shkoj 2 javë ditë, tash elhamdulillah, kretë fëmijëve ja mbulon fytyrën, nuk ja qet pra, ja bon mjegull me katrore dhe nuk ja qet fytyrat e fëmijëve. Po inshallah dhe të prindërve kadal i largon, se dhe ata tërpnohen. Mustafa, mirë se erdhe. Selam aleikum, mirëmbrëma. Me një rogë nuk bëhet shtëpia, Ermir po, është e vërtet, me një rogë nuk bëhet shtëpia, por në për vende tjera përparimtare ku ka, dul ky personi, ku ka, do më thonë shteti jep subvencione edhe për banesa, edhe për shtëpia, si vjetë Albin Kurti ka dhënë s'di sa qindra banesa për mësues, sepse mësuesit, do më thonë ka raste që janë edhe prej fshatrave, edhe nuk mundën me një rogë me bo shtëpi, po ja jep mësuesve për shembull për 20, për 30 vjet, pa interes, sepse shkova une për një person që dojke me marrë kredije dhe e pyeta në bank, ai dojke me marrë 130.000 euro për 20 vjet, ati bike interesi gati 80.000 euro, merre me mend, tash 130.000 euro, a i kishte 130.000, dojke me ble 260.000 një shtëpi, edhe hajt tash unë shkoj t'i ndihmoj, ta qoj dikund, kur tha 80.000 euro po i bjerë qajo interesi, kamata, do më thënë. E kjo ishte shumë e dhimbshme se 80.000 euro t'i përblen edhe një banes tjetër. Prandaj, normal, me një rogë s'mundesh me bo shtëpi, po duhet shteti këto në vendet tjera, shteti i rregullon këto punët, sepse na japim për çato gjanat, tatime marrim e tjera. Ama jo me u çu Halil Kastrati, me i bo shtëpia, sen mundet me i dhënë punë, mundet me i shti njerëzit me punu, ose ata që janë të vobekt, janë të smut, janë me tmeta fizike, ata e kanë me shumë halal, ama ti, gruaja e shnosh, ndoshta nuk e ka marrë hisën prej vllaut për shkak të traditës, vllaznit i kanë kushtet e mira, ajo nuk e merr pasuninë e vet te vllau, kështu që bëhet rast social. Kjo nuk është e mirë. Zakonisht në Turqi për shembull, kur të ndërtohen ndërtesat, edhe ato ndërtesat janë shumë të mëdha, edhe e kanë obligim ndërtuesit që 2 banesa me i dhënë për 2 familje, me ia fal atymve edhe plus me angazhu ato 2 familje me pas ka një rogë, ose nëse është banesa më e vogël, pra e merr ja fal dikujve që e ka veç me një rogë është, gruaja nuk i punon, nuk ka mundësi, nuk e ka rrogën e madhe 2-3.000 euro, sepse s'ka ndaj shkollim, edhe çka bojnë në Turqi, ata për shembull, pronari ai ndërtuesi që don me ndërtu një banesë me 50, një ndërtesë me 50 banesa, ai ja bën obligim shteti që një person ka me punësu, edhe ka m'ia dhënë një banesë solide, një sallon me 2 dhoma, atyre që nuk kanë, edhe ai tan jetën aty ka më kujdes, edhe një vend punës e ka, edhe plus banesa i takon ati edhe fëmijëve të vet. Edhe tan kohën e merr një rogë, sepse veç me pastru shkallët, i del një 200 euro, 300, ku është mandej ato ndërtimet e vogla, prishjet, sendet, pastërtia, rregullimi i kopshtit, e tjera. Kështu bëjnë shtetet islame dhe demokratike. Ajo, si të na i fusin krejt me një mahall, fukarat, ose i rregullojnë shtëpia, e tjera.
njerëzve që nuk kanë nevojë, ose shkojnë një operacion 200.000 euro e bajnë në Turki, në vend se me i shkollu fëmijët e tonë mu bo doktora të mirë, ata shkojnë japin pare në për Turqi. Ma mirë jepja 100.000 euro një studenti të shkon e të bëhet doktor i mirë, edhe vjen në Kosovë bën operacione, se sa ti për një pacient, për 200.000, 100.000, po e qënë Turqi. Mirë se erdhe unik. Mirë mrama, si e. Mirë mrama, i gbella vla. Nëse po dësha të them diçka, për shembull, jemi ne shqiptarët që po e prishim shumë veten, por dhe pjesa dërmuese e burimeve fetare, për shembull, po prishin shumë. Ne shqiptarët jemi pak, pavarësisht emni që ka vënë këtu unik, jemi në të vërtetën unik, po pse ne po prishim veten? Kush mund të jetë fakti që ne po e prishim, apo me të vërtet paguhet ne rrim jashtë shqiptarëve për kundër shqiptarëve, këtë Mendoj se na duhet me kqyr anën pozitive të Kosovës, Shqipërisë, në krahasim me që shka qenë Shqipëria në 1995 para demokracisë, dhe si kemi qenë ne në vitin para 2000, para luftës 2000, në asë rrugët si kemi pas si duhet, sot kemi autostrat, sot kemi shtet, kemi independent, pavarësinë e Kosovës. Normal kemi shumë anë pozitive në krahasim me ato negative që mund t'i vrem të ketu ka te këndi, por normal evolimi bëhet, zhvillohet vendi, vinë rryma të ndryshme, moderniste, fetare, krishtere, islame, të cilat mundohen me dominu. Sepse mas luftës, gjithmonë mas luftrave, edhe të ju demokracia 95-ës, do më thonë është si kalim i një pjesët luftës, gjithmonë mas luftrave janë mundu shtetet e huaja, jo shqiptare, me kolonializu vendet në mënyra moderne të padukshme. Aty kanë fillu sefte me spitale dhe me shkolla. Shkollat në Kosovë kanë ra në nivelin shumë të ullët, mas Kosovës kanë marrë diploma falce, doktor shkence të tjera shumë të ullët, mandej liria e të shprehurit nga aspekti i fes është dhënë shumë liri, çdo kush ka fillu me fol për fenë dhe çdo kush ka baltosur fenë, qoftë ato krishtere, qoftë islame. Po problemi ma shkurt kryesor është që vendi jonë momentalisht për shkak politikave ka një krizë nacionale, krizë kombëtare, sepse kemi pas si Kosova, si Shqipëria shumë emigrime, shumë kanë emigru rinia, dhe vendi jonë është detyru tash në Sarandë, e keni në Sarandë komplet një pjesë, një lagje e madhe e Sarandës, do t'ju vinë aty apo a kanë ardhë izraelitët nga Izraeli, që janë të ikurit nga lufta, të cilët janë shpërngule dhe janë dhënë banesa e tjera e tjera. Edhe Bangladeshit e ju kanë ardhë, të na kanë ardhë para 4 ditëve 100 punëtor nga Libani, nga Libia më falni, avokati, bashkëfola me avokatin tim, se ajo është avokat ndërkombëtar, edhe më tha, është për të çuditër, tha, çfarë djema punëtor, një shqiptar kosovar që e kryen një punë 8 orësh, ai e kryen punën e atij për 2-3 orë. Edhe rrogat janë shumë solide, 500-600 euro. Do më thënë, këto janë politikat e vendit, Kosova, Shqipëria është në një krizë identitetit kombëtar. Kështu që fen janë duke përdorur si të krishterët, si muslimanët, për me prish harmoninë ndërkombëtare dhe ndërfetare. Unë e kështu. Shumë mirë të kuptova, por të kam dëgju disa raste, disa media, se ti keni fort dhe për privatësinë tuaj dhe për strukturën familjare e tjera, por në disa vende nuk mendoj unë që nëse dikush
Për shembull, ne shqiptarët ka shumë detaje që ka shumë sene që duhet të t'i them, por nuk e dia do kuptohemi. Jo, s'ka problem. Unë jam person publik edhe ju kuptoj, pa pikë probleme. Veç fjalë fyse mos jepni kaq. Jo, A realitetin që e dini mund të jetë ndoshta tek e tuk i kputur apo i vërtet, unë do t'ja sqaroj, s'ka problem. Okej, jo, kam dëgjuar në disa media që ti ke thënë që mas e flitet për burrin tit që ti ja lejon tani bashkëshorte tjetër e ku ta di unë për shumë sene tjera që ti të kam dëgjuar tu. Kjo është e vërtet, sepse unë nuk e kam marrë shembull bashkëshortin tim, por kam dalë për të folur për versetet kuranore të cilat i lejojnë në vend se në një shoqëri të paraqitet amoraliteti, kurvëria, tradhtia, sëmundjet, homoseksualizmi e tjera, mas mirti është që Zoti e lejon, por nuk e imponon, që të martohet burri e ka të drejtën mu martu me gratë e veja, jo si që thënë xhallar du të mu martu me gra, po ajeti kuranor 4:24 thotë, dhe nëse friksoheni se mos po bëni pa drejtësi ndaj jetimve të asaj grue, atëherë martohuni me ato gra, pra me ato gratë e veja. Prandaj është e vërtet, unë ja kom ofru burrit tim 2 gra, brenda 10 viteve, 2 shoqet e mia, njëra ka qenë doktoresh, njëra ka qenë mësuese e Kuranit, dhe ja kam ofru për martes, mirë po normal ato nuk kanë pranu, sepse janë kanë vetëm muslimane, se me qenë besimtare, ato kishin pranu, por nëse kemi pas problem, përgjithësim para Zotit e kemi kry, kemi dasht me arrujt edhe moralin, edhe kemi pasuri elhamdulillah, edhe kemi dasht një avlen një banes, edhe me jetu ajo vetë. Pastaj kur fillojnë ato kushtet e interesit, kush me gry një burr pasanik, atëra të kemi lënë kufit edhe nuk kanë ndodhur ato martesa. Por janë ekzistojnë edhe me Kur'an ekzistojnë, por na tash jemi të moshuar dhe nuk kemi nevojë, burri jam nuk ka nevojë për ato, por ekziston Kur'an edhe është e vërtetë. Jo, unë ndoshta mund të jem dakord po këtë që thu ti, por unë e di që i ka disa kushte specifike që jo, më fal pak, kushtet që me morë një burr 2 gra ndodh di jalla mos fatkeqësia dhe 3 ndoshta, ama problemi është arsyet kryesore janë nëse tek gruaja që mund të kesh nuk mund të arrihet një pasardhës ose një problem shëndetësor ose diçka në vetëm. Kjo është të shqiptarët, jo, zotri, kjo është të shqiptarët, ju po flisni si shqiptar, si mas traditës shqiptare. Ndërkaq si mas kulturës dhe normave kuranore, nëse në një shoqëri ka gratë e veja dhe ka jetim, atëherë një burr, jo të gjithë, një burr që ka mundësitë financiare, jo më marr 3 grami për u këtu në këtë shtëpinë time, nuk shkon ashtu, po një burr i cili ka mundësi financiare, atëherë ja siguron asaj gruasve banesën, nëse ka shtëpinë ja siguron një të ardhme, një rrugë të mirë ja çon në shtëpi, edhe e ka grua ata, sepse nuk është ndim për një grua vetëm me ushqy, po është ndim edhe me arrujt moralin, sepse kur burri jam shkon te gratë veja, vetëm i kujdeset për to, si shembull po e marr, mirë po, ndoshta ato gratë kanë qenë 27, njëna ka qenë, tjetra 35, kanë pas nevojë edhe për nevoja biologjike normale. Prandaj Kurani thot për ata që e meritojnë, se ka burra se meritojnë as një grua, ka burra që nuk mundin më kujdes për një grua. Kështu që për këtë arsye me Kur'an, ati fole me shqiptarizëm. Po, okay, çfarë moshe është burri jot që ti ja ke ofruar këta? Nuk është me rëndësi. Atëherë kemi qenë 30 vjeçar, tash jemi 60. Atëherë bën thafja po sot? Po atëherë 35-6 vjeçar. Burri jam ka pas 20 punëtor. Ka pas pasuni, ka pas jo një banes një ble, po edhe një shtëpi ka mund një ble. Jo. A do kishe dëshirë ti që gocën
për shembull, ma jepshe mu që unë kam një grua tjetër, ma jepshe dhe gocën, sepse i plotësoj kushtet për shembull, do ishe oketi. Ato nuk përzihem se s'di sa është besimtare si nëna vetë goca jeme. Edhe s'di sa është besimtar, sa je ti besimtar, për shembull. Po, Aty nuk përzihem, sepse jo, unë çka e bëj, unë jetoj me Kuranin. Edhe as gruaja jote nuk ish mund me bë, me të pranu ty me pas edhe një grua tjetër. tashi unë të kuptova ti, por do doja të dinja. Po, kuptove, po mirë, pyetjen e bone të mirë, po. Shumë vogël. Nuk e di unë sa është goca jeme besimtare, edhe sa je ti besimtar, edhe sa gruaja jote ta lejon. Se nëse ty gruaja jote nuk ta lejon, atëherë ti nuk mundesh prish hajat e bën çardak, ne thënë. Okej. Nuk mundesh me prish një familje për me marrë një grua tjetër. Kjo Shumë nuk vogël. shkon. Me ehli bejt duhet me pyet për gruas madhe. Mu burri s'm ka pyet, unë i kom thënë burrit tem, a peshe, ç'është po vun kjo, shumë e bukur, shumë e mirë, po i rrezikohet morali, po i kërkojnë me shtin punë, po i kërkojnë me shetit me to me vetur. Kjo grua ve është e bukur e mirë, e varfër, ka fëmijë, hajde ta martojmë, kemi përgjegjësi para Zotit, gjithë këtë pasuni e ki, shko bleja një banesë, çoje në atë banesë, s'ka nevojë ajo me ardhë këtu me më bë xheloz mu. Ama unë e di që diçka e ku më bë për ish Zotit. Ama mos me më pyet burri jem, edhe me bë tjetër grue, unë me një herë kishëm bë një pyetje vetes. Pse? Pse? Kur ehli bejti na mëson duhet me pryt gurën e parë. Ehli bejti, Po presim. Islami prej ehli bejti. Se islami prej ehli synetit nuk thot mos e pyet gruan e parë. Shko gjeje një veç mas punë e madhe, është e drejtë e jote, e drejtë e jote. po Ashtu e kanë të ehli synetit, të ehli synetit që ashtu e kanë, për fat keq. më fal pak që të kuptohemi ne, që du të kuptoj dhe unë kur dëgjoj dikon, jam i interesuar ta kuptoj dhe në fund, që du të thotë, nëse sot ti ekziston një njeri që po ndjek rrugën e fesë islame, para teje ka pas gra që kanë pas tilla parime, mendon që ke ndonjë grua tjetër të dytë që ka mendimin tanë sot për sot, apo mendon që je ti që jep një mesazh që madje nga shumë njerëz. Nuk kam. As motrat e mia që jemi rrit bashk, thënë ti si e normal. Atëherë, Edhe ato gratë e dyta thënë a ki probleme gjenitale. Nuk më kuptojnë mu zotëri, as ti nuk më kupton. jo dëgjoj. Unë jetoj me islam. Po si ka mundsi jeton ti me islam, po tjerët nuk jetojnë, ti tash po i përcakton tjerë që nuk jetojnë dhe këtë s'po O zotëri, Kurani po thot, nëse Kurani. bëni pa drejtësi ndaj jetimit. Në shtetet islame, një burr që mundet mi majt 2 gra, teti i ndihmon që se ka marrë rrogën 500 euro, ja bën rrogën 800 euro. Pse? Sepse pëmbron moralin në shoqëri. Na sot kemi plot burra, një grua i kanë me letër, 3-4 i kanë dashnore të zeza. Kjo nuk e thot feja kështu. Unë jetoj me islam, nuk jetoj prej islamit, me marë pare. Po unë e fitoj, burin e kom biznismen, e kom pas edhe kom, po tash jemi njaftushëm njëri tjetrit, po kemi kon të ri, se mos me pas unë ka qenë mësuse e Kuranit, unë e kam mësuse e Kuranit, kum dash me mësu ata, më ndihmu kaq. E po presin edhe tjerat, zotëri, është vështirë mi pas 2 gra, ma mirë këshyrni qatë grue që ka e keni se met një pa një. Një sekund lutëm. A e mendove ti për ata që ke fol, sepse do vjen një kohë që ti ja ku ke ardhur me një moshë tjetër, dhe ti tash nuk të del burri as për vete. E na nuk mendojnë për epshe, si që mendojnë ata 72 hyri. Nuk mendojmë na vetëm për epshe, sepse dashuria dhe epshet janë relative. Kur i thuni gruas e poshtër, idiote, anej, kënej, normal nuk i mjafton burrit mande ajo grue.
sepse ajo gruaja nuk është robot, po duhet gruas me fol me gruan me fjalorin fisnik, edhe mandej kur në rini jeni të mirë, në pleqëri i mjaftoni edhe i teproni, sepse njerëzit besimtar nuk mendojnë për epshe. Ata janë besimtar vetëm kështu me fjale, me vepra kërkonde, si besojnë Zotit që duhet, ata bile i kanë shpika dithin për vete, nëse vdesish në gjihad 72 hyri kemi pas me në të botë, o zotëri, nuk ka atje epshe me organe seksuale, me organe gjenitale. Nuk ka në gjenet që ato punët e pislëqeve, e orgazmave, e palavrave. Nuk është islami veç për gra e për epshe, e për hyri. Tashi, a mund ta di unë se pse ju e keq përdorni, kur them ju, të gjithë ju që përmeni Zotin fal, që unë i kërkoj falja Zotit dhe Allahit, kur ne flasim për librat e shenjtë Kuranit, edhe për profetët që Allah i ka zbrit, pse bre i keq përdorni? Disa njerëz thot Kurani kështu dhe disa thot Kurani kështu. Kurani është një dhe nuk ka ai divejime. Pse ku keq përdoret? Për shembull, një keq përdorim. Një keq përdorim, po ta them unë se unë nuk jam mi fjalë e hafuz i Kuranit, por persona tjerë që janë njerëz që kanë lexuar ndoshta shumë më shumë se sa unë Kuranin, dhe ju po debatoni, a është diçka e drejtë që di persona por të njëjtin qëllim, keni të drejtë debatoni dhe ju ti mos dakordsohi mes njëri tjetrit? Atëherë, një minutë. Jo, e kryte se po flisim tjetër. Se të takortohem me dikont kur e ka marrë Kuranin sipërfaqësisht. Fen e njeh sipërfaqësisht. Fen e njeh me 72 Kurani më ka fen. Fen e njeh, të lutem, po e di ku beqesi se po prej tjetri. Fen e njeh që është me shku me bot terrorizma. Fen e njeh që është me qenë ekstrem. Normal që nuk takortohemi, sepse Zoti na ka dhënë mendjen, na ka dhënë mendimin e lirë me kuptu. Ti e kupton këta jetin që thot 4:24, martohuni me 2, me 3, me 4, ma mirë për juve është një, por ti e kupton këtë ndryshe, thosh duhet mu martu, po vetëm që ose gruaja parë nuk ka fëmijë. Mendoje ti që ashtu ditë e natë, ama unë jo. Edhe normal dakortohemi, sepse që to libra e që ato 3 diploma që i kom, ato unë duhet një nejtë për masë, unë e kom përgjësi para Zotit, se kom emër, mbi emër, ftyrë kam. Ju nuk keni as emër, as mbi emër, as ftyrë. Si mundëm unë mu të akortu me ty? Për shembull? E del Shefshet Krasniqi, me ata unë e dakortohem. Dakortohem, sepse jemi kolegë. Je kolegë. Unë e së mundi këtu mu dakortu me këtë njerëzit tu që a dalin as emër, as mbi emër. Disa njerëz, po disa njerëz hoxhallar që thonë duhet me marr kushërinë cusën e migjës për nuse, thash tjera, a janë të lejueshme këta sipas idesë tane? Jo idesë time, unë nuk mundem me thonë po mendoj. Unë e thonë di ose nuk di. A me mendon ai që si ka njohurit kërka. Ta po the ti pak më parë the se si unë nuk mendoj. Unë e them kështu, ajet kuranor në Kuran ka, tregon me kë nuk mundesh të martohesh, ti si mashkull, me nonën, me motrën, me gruan e axhës, me ato, me këto krejt tregon aty, me hallën, me tezën, me çikën e vllaut tonë, nuk mundesh më martohesh. Me motrën e gruas tënde, me një kohë, nuk mundesh e tjera. Këtu tregon Kuran me kë nuk mund të martohesh. Ndërka që me të tjerat, me të gjitha mund të martohesh, por nuk është obligative. Dhe nëse një popullion shqiptar, në një tradit, i thënë urfa, arabisht i thënë ligji, shariatit, urfa. Urfa është zakoni. Nëse të shqiptarët e kemi na që çdo 7 apo 8 brez, mundemi mu martu, atëherë ky verset i cili nuk është i shkruar, që mundesh mu martu me çikën e axhës, nuk është
primar, si kur ai tjetri që thot nuk mundesh mu martu me nanën, me motrën e tjerë, atëherë ky verset, në realitet, ky o normë me shariatit që mundesh mu martu me çikën e Axhës, çikën e Dajës bjerë poshtë. Kush është në kokë? Është ligji i urfa, i atij vendi. Te na shqiptar nuk vlen ky, as nuk ka ajet kuranor. Po nuk vlen kjo normë nuk vlen e shariatit. S'ke mu martu me çikën e Axhës, me çikën e Dajës. Unë djalit Axhës, ja qes krahun që shtu e kom si vëlla. Djalit të Dajës, ja jabë dorët, se Jo e ke, por është vëlla. Jo e ke, është vëlla. Jo, nuk e kam vëlla, se unë e mundi mu martu, mos t'ishëm jetu në Kosovë. Mos t'ishëm kanë shqiptare. Nuk e kam vëlla. Në atje në vendet islame, para djalit Axhës, dalin me shamim, lohën, si njeri ujësh, sepse i takon për mu martu. Në vendet islame, tek muslimanët të cilët nuk e kanë tradit kombëtare, si që na e kemi tradit kombëtare, që duhet brezi 7-8 9 mu martu, te na e kom si vëlla, po për ndryshe djali Axhës nuk është vëlla. Nuk është vëlla. Tash ti, më fal pak, cilën parafrajtëson më shumë? A shqiptare apo nuk është krahasim. Krahasimi nuk është i mirë. Komësia me fen nuk krahasohet. Shumë bukur. Po cila është më e mirë do të di jam. Edhe më e mirë është krahasim i shejtanit. Shejtani ka krahasu, unë thot jam më i mirë se Ademi. Ti e ke kriju ato prej baltës, mund ke kriju prej zjarit të pastër. Krahasimi është vesi shejtanit. Për mua është dashuria ndaj Allahut, siç ka thënë profeti Muhammed, është ibaduddin, është pjesë e imanit, pjesë e besimit. Unë jam e lumtur që kam Allahun, toka që tu kum ka lind nana, baba, gjithë, edhe për atë dhe e jap fen, e jap për atë dhe e jap shpirtin tim, a feja është pjesë e atë dheu tim. Mu, Zoti, ka lind si besimtare, çdo kush lind si besimtar në 12 javë në barkun e nanës, Allahu ja jep shpirtin, fëmia lind si besimtar. E pastaj kur del këtë botë, nëse babën nanën e ka pas musliman, ajo ka vazhdu të jetë muslimane. Nëse krishter. Po unë mjafton që unë e kom lind si besimtare, se Zoti më ka kriju, dhe pastaj mjafton që jam shqiptare, që jetoj në Kosovë. Prindit i ke musliman, i ke pas musliman? Po, musliman, i kom pas dem babadem. Shumë mirë, shumë. Por qëndë... Dhe është me rëndësi. Komësia janë kriju në shekullin 18 pas revolucionit Francës. As komësia nuk përmendet në Kur'an. Ummeti musliman, kombi musliman përmendet te hadithet e profetit. Ummet, nëse studioni fjalën ummeti musliman, që thot profeti unë do të mburrem me juve, ummeti do me thonë kreti ka ato komponentat e identitetit të një kombi. E kanë një gjuhë, na kemi muslimanët një gjuhë, ajo është gjuha e Kuranit, ne kudo që të shkojmë në botë, ne vetëm themi selam aleikum, edhe krejt na din që jemi musliman, jemi një kombë, ne e kemi një gjuhë, kur falemi namaz, identifikohemi, a jemi të krishterë, a jemi musliman, a jemi jo musliman apo musliman. Pra nuk na identifikon neve si kombin ton musliman, nuk mundet kërkush me krahasu me kombet shqiptare, turke, amerikane, italiane. Ato janë pastaj komponenta të krijuara, kombe të krijuara para 200 vite. A na që nga dita kur profeti Muhammed, madje te Ibrahimi a.s. ai ka thënë ene minel muslimin. Unë jam nga muslimanët. Ibrahimi, te profetëve të parë. Prandaj edhe na musliman të mburremi që kemi kombin ton musliman. Mu edhe më shajnë, më thyen se s'ka kombi musliman.
studiojeni fjalën ummet, keni me pa që ka të bëj me kombin musliman. Ata të cilët dalin me emër, me mbiemër, me diploma, ata kanë përgjegjësi, jo para këtyre kamerave, sepse unë jam gati 60 vjeçare, kom me vdek edhe pak, edhe se kam interes kërkon me deviju, por e kam përgjegjësi me shpërnda fjalën e Zotit. Surja Huxhurat, ajeti 13. O njerëz, ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju bëm në popull dhe fise, nuk thot kombe, që të njiheni me njëri tjetri. Vërtet, më fisniku nga ju, te Allahu është ai që ka më shumë devotshmëri. Allahu është i dijshëm dhe informuar. Pra, kombet, si që thash, janë kriju mas revolucionit të Francës, duhet me respektu kombin ton shqiptar, se mirë po me rëndësi është atë dhe u. Se në atë dhe kemi edhe shqiptar, edhe turk, edhe sërbë besa. Vetë në Shqipëri keni Radomir, keni ato fshatrat që janë me emrat sërbe, vetëm Serbi në Shkodër keni me mia sërb të cilët janë shqiptarizu në kohën e Enverit, e tash kanë fillu prap me përdor gjuhën sërbe. Prandaj, toka është e Zotit, atë-dheu është pjesë e besimit, edhe na i kemi shumë e rëndësi me rujt atë dheun tanë, se për ndryshe pa atë dhe nuk ka fe. Faleminderit unik që ishe, mirë se na erdhe Minir Sadiko. Natën e mirë.